ma lëshojnë. Lëshojnë. Ky amfiteatër është ndërtuar në fillim të shekullit II, në kohën e perandorit Adrian. Shkallët janë 150 metra të gjata dhe mbi 20 metra lartësi. Në brendësi janë 3 galeri që shkojnë paralel me elipsin e arenës. Gjithashtu ndodhen dhe 5 ambiente të tamponuar. Galeria e parë është 12 metra e gjatë dhe ka 4 xhepa. Galeria e dytë 15 metra e gjatë, 2 e gjerë dhe ka 4 metra lartësi. Galeria e tretë është e zbuluar. Në këtë arenë janë organizuar lojra me 12 çifte gladiatorësh. Dihet fati i tyre. Mjaftonte një gisht poshtë i spektatorëve në shkallë dhe ata i priste vdekje. Spektaklet e zhvilluara në këtë arenë kanë mbetur përjetësisht në kronikën e kohës. Një spektakel pa spektator. Jo, i dashur koleg. Spektator do të ketë shumë, por ata do të qëndrojnë mbrapa xhamave.
Mos! Jo! Jo, më lëshoni! Më lëshoni! Më lëshoni! Po ju dëgjoj. Kristaq Bushi, me pseudonim Lisi, Omer Velia, ustaj, Tefta Spa, studenti, Pironasi, peshkatari, Sotir Gjoka, Piktori, Teuta Dibra, Besim Shkëm, Pano Bregu. Para nesh është krijuar një situatë vështirë. Ju e dini që Selamiu nuk rezistoi dot dhe 3 nga shokët tanë i tregoi. Po ai një edhe një pjesë të mirë të bazave tona. Kështu që armiku është hedhur me të gjitha forcat për ta zgjësuar lëvizjen qytetin tonë. Prandaj kjo është mbledhja e fundit që bëjmë në këtë bazë. Veçanërisht urgjent është kalimi i dokumentacionit të qarkorit në një bazë të re. Me këtë unë mendoj të ngarkojmë Teutën. Po së pari të ndalemi tek tradhtia e Selamitikës. Vdekje fashizmit, liri popullit. Vendim. Sot në këtë bazë u zhvillua gjyqja e Selamitikës. Qarkori një zëri vendosi dënimin me vdekje të tradhtarit. Të dënohet me vdekje. Vdekje tradhtarit. Dënim me vdekje. Me vdekje.
Të dënohet me vdekje. Vdekje trastarit. Dënim me vdekje. Ku janë komunistët? Ku janë? Spion. Spion. O spion. Spion. Në Ballkan, porti i këtij qyteti është më i mundshëm për zbarkimin e forcave anglo-amerikane. Për çdo rast ne kemi marrë gjitha masat. Kemi minuar Bregdetin dhe kemi vendosur forcat e artillerisë bregdetare. Por të mos harrojmë se në këtë qytet vepronin lëvizje fuqishme klandestine, të cilës ne duhet japim goditjet më njershme dhe vdekjeprurse. Krerët klandestin të këtij qyteti dhe qyteteve më të rëndësishëm të Shqipërisë do dërgohen në kampet tona të përqendrimit. Në mëngjesin e ditës së martë, ata do të bashkohen në Tiranë me krerët e grupeve të tjera komuniste dhe do të vazhdojnë udhëtimin sipas itinerarit. Tiranë-Strug, Prishtinë-Zemun, Vjen-Mauthausen. Për realizimin e këtij operacioni, ne kemi ndërtuar një plan të hollësishëm dhe të saktë. Për këtë na ndihmon dhe vetë pozita gjeografike e këtij qyteti, i cili ka vetëm një dalje me anë të Urrës. Dhe tani të vim në çështjen më të rëndësishme. Kapja e komunistëve. Kemi emrat dhe pseudonimet e tyre. Grupi i parë janë krerët e qarkorit. Sekretari është Kristaq Bushi. 30 vjeç. Operacioni ynë do t'jetë unikal dhe padyshimi i suksesshëm. Ha Hitler! Haj! E çuditshme kjo punë. Nxirr dhe fotografo statuje. Po të mos i fshehin do ta rrëmbejnë. Sotir. Më bëj dhe mua një fotografi. Po. Gati. Josef Schneider. Unë jam. Do të vini me ne në komandatur. Përse e morën profesorin? Do vini me ne. Kush ma ka i qatë? Zwei, ein, zwei, kush e të ein, zwei, para, kush mi mu? Oj, va për një. Zwei, unë para të një, para të një. Ein, zwei. Presto, presto, signorina. Andiamo, fa. Pronto? Pronto? Vieni qua. Juve jeni Mario Bergone. Po, unë jam. Do të vini me ne në komandatur.
Françoise Dale. Po, Françoisa ka ardhur në Shqipëri me kapitenin francez të Republikës Korçës. Ka një jetë të vrrullshme dhe mundësi njohje të shumta. po. Bota është shumë e vogël. Të gjithë ata që ndahen sa do pak i të ecin nga kjo është rrumbullakt, ata përsëri takojnë. Asgjë në këtë botë nuk është e pamundur dhe e pabesueshme. Nikolaj Rubin ka ardhur në Shqipëri në vitin 1924. Është antikomunist i dërbuar. Atëherë komunistët do të kenë mbajtur larg. Kështu që ky nuk një njeri. Unë i besoj pikërisht kësaj. Njeriut në jetë i qëllon të njohë më mirë ata që e urrejnë, se sa ata që duan. Zoti, a thua do na bëjnë ndonjë gjë të keqe? Nuk e besoj, jo. Ha Hitler! Hajl! Zotëri, na keni marrë gabimisht. Ne nuk kemi të bëjmë me këtë qytet. Jemi të huaj. I kemi marrë të dhenat, zonjë. Ju punoni infermierë në spital. Nikolaj është nga Peterburgu. Profesori është bashkëdhetar im. Ndërsa Mario ai do lavorës. Ju kemi thirrur se kemi nevojë për ju. Dakor, zotëri? Po ju, zonjë. A keni kohë pa shkuar në Paris? Paris më duket sikur e kam parë vetëm në ëndër. Po ju i dashurus. Nuk tingëllon keq i dashurus, apo jo? Do të doni të shkoni dhe njerë në Peterburg? Pasi atje më parë të keni shkelur ju, zoti major. Oh. Ju dashkeni i pararojë tepër grandioze. A keni kohë pa shkuar në Vjenë, profesor? Isha para 2 vjetësh. Dhe u kthyet? Nuk më kishte mbetur asnjë nga ta. Po si kështu? Lufta, zoti major. Sot nuk dua që të flasim për humbje. Uluni. Flober, mund të luani në piano. Diçka të lehtë, të gëzueshme. Ju zonjë me sigurinë nuk keni ardhur këtu si ushtare. Unë erdha këtu me burrin tim të parë. Apo të resumte. Isha vetëm 17 vjeçë kur u njoha me të. Dhe e desha shumë. Ishte i bukur, ëndrimtar. Fshihur si bënte vjersha. Bënte vjersha mua, po nuk më tregoi asnjë varg. Flasim për Shqipërisën. Po. Është këtu një vend që quhet Korçë. Në vitin 1916 është shpallur Republikë Franceze. E kapiteni im ishte shef i shërbimit sekret.
Ishte një mëngjes i akullt. E dolim si çdo herë, të qetë dhe të lumtur. Kur e vranë kapitenin tim, në gjep plumbi kishte shpuar një vjersh për mua. Unë ruaj në shtëpi atë relikt të përgjakur të dashurisë sime fatkeq. Ata e vranë. Mjaft. Nuk dua të flitet për vrasje. Ciao. Uleni ju lutem. Vazhdoni zonjë. Pas vrasjes. Pa vrasje. Pastaj gjithçka ishte e keqe, zoti komandant. Kur nuk e kisha më kapitenin tim, për mua mori fund çdo gjë. Vendosa të kthehesha në Francë. Edhe do t'isha kthyer. Sikur të mos kisha takuar një njeri. Njeri? Isha unë. Që nga i qast, unë dhe ja u lidhe me i fat të keq të përbashkët. Në një hotel të pist. Kur prisni anijen për të ikur, unë nuk njoha me ta. Në qoftë se do kishte njëri që të ndjen të neveri, ky do t'isha unë. Ju e kuptoni, zotërinj, që kurioziteti një burrje dhe për gruan më të bukur në botë, nuk zgjat shumë pasi e sheh atë lakoriq. Unë do të desha të shkoj. Am lejot? Do të qëndrosh këtu, zoti Schneider. Po ju ç'benin në atë hotel? I binje violinës. Kur isha i vogël në Peterburg, të gjithë në familjen tonë kujtoni se do të besha një violinist i shquar. Se i duhet ta dini, zotëri, unë rrjet për një familje princerore. Nikolaj Rubin, ju kam thirrur të më flisni për njerëzit e këtij qyteti. Tani, besoj e keni të qartë se çfarë kërkoj nga ju. Vazhdoni, Nikolaj. Që nga rinia ime e ershme, unë kam një armiqësi për vdekje me komunizmin. Unë nuk mund të bëj dot pa këtu urrejtje, zotëri. Isha në Beograd, kur mbreti i Shqipërisë sa me zogu grumbulloi njerëz për përmbysur një prik të kuq. Unë isha ndër të parë, që lash violinë me mora ndër pushkën, derisa pranë Tiranës u plagosa. Kemi thënë se këtu është ndaluar të flitet për vrasje. Po unë vetëm u plagosa, zoti komandant. Është ndaluar të flitet edhe për plagosje. Pastaj kështu mbetëm në Shqipëri. Deri atë natë kur unë dhe Fransuaza u gjendëm pranë njëri tjetrit dhe thamë se nuk do të ndaheshim për jetë. Ne jemi ndarë 10 herë dhe 10 herë jemi bashkuar përsëri. Sigurisht, ti fiton një shumë para. Zotrinj, mbusheni gotat. Ludvig, juve në piano. Një njeri i heshtur është më keq se një gotë e zbrazur. Ti ngjall vetëm trishtim. Qin. Ashtu është. Më në fund. Unë kujtova se ju ishit me mec. Jo, unë jam edhe më keq. Ata e kanë tredhur në një histori dashurie. Shqiptarët nuk të falin për çështjen deri. Ti, Mario, je ushtar frikacak. Unë nuk kam qenë ushtar, zotëri. Po si? Unë erdha këtu para se të vinte ushtria. Ngrita klubet e dëfrimit. Kuptoj. Kodosh. Kodosh profesionist. E neveritshme, por si do qoftë, heroike. Çdo profesion ka herojnë të vetë. Ti je një i tillë. Ti je një ushtar i plagosur, aq e rënd. Sa nuk mund të luftoje. Ju po talleni, zoti major. Prap ju, zoti Schneider? Unë përsëri po ju pyes, zotëri. Më lejoni të largohem? Ku do shkoni?
A e di se në qytet pas pak nuk do të ketë më frym njeriu? Ku do t'i qoni? Çfarë do të bëhet me ta? Atë që ju të gjithë nuk e keni bërë dot më parë. Flober, një valz vienes. Ndoshta kështu kemi ardhur të gjithë. Kur erdha me forcat austro-hungareze këtu në Shqipëri, në kokë më ushtonin tinguj të fuqishëm. Atëherë bëja pjesë në palët që do ta ribënin historinë, që për fat keq ka shumë gabime. Këtu e kuptova se isha një hiç, një numër ushtari i varur në qafë, që të mos isha i panjohur kur të më gjenin të varrosur në ndonjë anë. Po të mos e kuptoja këtë të vërtet madhe, atëherë edhe unë do t'isha si këta. Lufta më rëmbeu gjithçka. Prindrit, gruan, fëmijët e mi. Famë se është ndaluar të flitet për vdekje. Unë as jam vrarë, as jam plagosur. Është ndaluar të flitet edhe për plagosje. Unë po tregoj jetën time. Është ndaluar të flitet edhe për jetën. Ndaloni pjanën. Ju duat gjithë këtu përpara, shpejt! Profesor, sa nxënës kanë dalë nga bangot tuaja? Shumë. Sa njerëz u ke shërbyer në spital? U kam shërbyer. Fondo për lavoro. Sa njerëz kanë ardhur gjatë këtyre viteve? Kanë ardhur mjaft. Ti rus. Nje shumë njerëz në këtë qytet? Njo, po, shumë. Të gjithë komunistët e intelektualët e këtij qyteti më duhen, qartë. Ne do ta grumbullojmë qytetin në një vend. Të gjithë ata që njihni ju do të jenë atje. Ju do na tregoni njerëzit që kanë emrin në këtë lista. Nuk dua asnjë kundërshtim. Tu i ke të gjithë emrat dhe pseudonimet. Mos haro shenjën. Pranë do të kesh njerëzit tanë. Mirë. Tani gjithçka është gati, zoti komandant. Pritet vetëm urdhri juaj. Po. Sa kohë do evakuimi? Rreth 3 orë. Po kontrolli 2. 2 orë. Mirë. Atëherë filloni.
Jashtë! Qau! Qau! Prit një minutë, jam I zënë. Mos, shuaj e dritën. Çfarë bëni kështu? Viki dritën. Jam fotografitë 4 ditë. Aus, schnell! Vorwärts, vorwärts! Mos ke frikë. Schnell, schnell! Dy janë mundësitë. Ose të qëndrojmë vetëm në qytetin e poshatitur, ose të shkojmë aty ku janë gjithë njerëzit. Unë do të zgjidha të dytën, megjithëse është më rrezikshme. Edhe pse është më rrezikshme, mendoj se është domosdoshme të jemi atje midis tyre. Por edhe një vatër ndezur në qytet duhet mbajtur. Si mendoni? Dakor. Rregull. Ti beso do qëndrosh këtu. Po unë do desha Është urdhër. Omer, Piro, nxitojmë, nuk kemi kohë për të humbur. Shpejt, fotografo. Ashtu. Tefta, tu kam dokumentat e qarkori. Nuk di tani ç'të bëj me to. Është ajo vajza atje, ajo me çantë, ajo, kapeni! Kapeni atë me çaketë bardhë, kapeni! Mirë. Kapeni se na iku! Kapeni atë me çaketë bardhë, kapeni! Bjeri, ma! Signora! Lascia io ci fate grazie! Jemem. Po nuk të një. Eci. Po I maskara çfarë do të? Nuk e di, nuk e njoh.
Tani filloj të merr edhe me spion lëq. Ka mundësi. Po mua më ka ngatruar me ndonjë tjetër. Shkojmë aty. Janë hamisi unë, skip. Es. Meri, janë negativat e sot. Periferia dhe lagjet e saj janë e eshti. Gjithçka u fut në një kuadrat të tekje. Asgjë gjallë përveç forcave tona që rinë gati në vendet e saktuara. I dashur koleg, ne sot po përdorim armën më sekrete në botë. Më do të iki. Ku do të shkosh? Në lagjen Kala. Ata do të frasin po të pamë. Do të përpiqen të ecë në katë kundër të rjedhës. E ke të kot. Më duhet të shkoj patjetër. Pritet. Do shkojmë bashkë. Të dy do ta kemi më të lehtë. Mirë. Hajde do. Tani do të patro kujdes. Më ndihmo me shpejtësi. Eci. Nisve për në kampet tona të përqendrimit. Çdo vonesë është jetike për ty, për mua, për të gjithë ne. Pas pak, qyteti do të jetë krejt i boshatisur. Nuk do të ketë as të ngopur, as të uritur. Nuk do të ketë as matrapaz, as të ndershëm. Nuk do të ketë as budallenja, as të mençur. Nuk do të ketë as gazetarë që të shqetësojnë gjithë natën për të radhitur lajmet, se nuk do të ketë fare lajme. Rrugë do të jenë të qeta. Përmes tyre do të lëvizë vetëm era. Era dhe unë do të jem shpikës i armës me moderne. Gehen weiter, weiter. Einstellen. Ata do të na vrasin. Do të na varin. Po shomar. Jedo, shpejt. Ti.
Pa shiko, ata po I futin fishekët në mitralos. U shomër frikacak. Djalin, e zeza unë djalin. Miku djalin, ku miku? E zeza unë. Mos kemi rënë kurth. Të mblidhemi një herë të gjithë, pastaj diskutojmë. Së pari duhet të kuptojmë qëllimin këtyre. Po tani për tani të shpërndajmë midis njerëzve. Të qetësojmë për këtë gjendje të jashtëzakonshme. Mirë. E zeza unë djalin. Mos e pak një djalë të vogël. E zeza. Djali. Bardi. Hajde ke mami, hajde ku bashkë. Hajde ke mami, Bardi. E zeza unë. Apo. E zeza unë, Bardi. Ndaloni, prisni. Vëllezër, motra. Të vdesësh në plumbët e tyre është gjëja më e thjeshtë. Ne do të jetojmë. Të jetojmë për fëmijët tanë, për njëri tjetrin. Të jetojmë për veten tonë. Prandaj të qëndrojmë. Si të quhen? Teuta. Emrin tënd apo të luftës? Të luftës. Po të amin. E kam haruar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ke pushoj! Pa thanasi, ku është? Papu t'i ka ngrirë zëri nga të ftohtë. Ju! Doni të kërceni një tango! Por gjes të fliqur, edhe ju mbërdhihni si njerëzit. Urdhëroni, signorina. Urdhëroni. Kartëlina të bukura. Urdhëroni, shkoni. Sonte është fare lirë, zotri. Si të doni. Hajde, mbushuni. Hajde. Korë. Jepni diçka të tregoj se ç'fat keni. Do të na vrasin. Jo, një fat I Bardi pret. Fat I Bardh në këna të zesë. Mirë. Ata do të na vrasin. Mos ke frikë, kjo nuk do të ndodhë. Do të na shdukin të gjithë. Ata duan të zhdukin gjithë botën, por këtë nuk mund ta bëjnë dot. Çfarë po mendon kështu, Josef? Sta më shumë me vrasmendjen, aq më afër së vërtetës ndodhen. Sa filloi lufta e shmangës keqes, dhe qëndrova këtu në Shqipëri. Ndërsa tani mendo se sa më shumë ti largohesh së keqes, aq më afër pranë saj ndodhesh.
Pikërisht. E keqja luftohet vetëm me luftë. E njëni Kristaq Bushin. Po të ftas paha. Jo, jo. Po, për latë gurin. Jo, nuk e një. Me këtë detyrë nga koni ju të garë Piru nasin, atë pishkatar. Ja liste. Jo, jo. Ashtu. Gjashtë mëngjesit diçka do të ketë marrë. Deri në orën 6 të mëngjesit, duhet keni veçuar komunistë dhe gjithë personat e tjerë rrezikshëm të këtij qyteti. Ata I keni këtu brenda. Me këtë detyrë ngarkojnë ju të Gerbrenner. Ja lista. Me 6 të mëngjesit gjithçka duhet të ketë marrë fund. Filloni me grupin e parë. Ai atje, me bluzën e marinarit. Ciao. Ciao. Ula dormi. Ula. Ciao. Ciao. Tu të shiko. Tu shiko. Tris. Ula. Ula.